Të dashur qytetar, kur jemi në prag të ndrimit të viteve, ndjej se është një moment i përsosur për të reflektuar mbi atë që kemi kaluar, si dhe për t'i hapur rrugën një viti të ri me mundësi të reja. Viti që po lëm pas ka pasur sfida, por edhe ndryshime thelbësore, ku vendi ynë, pas rotacionit politik këtë vit, ka pasur përbërje dhe dinamik të re. Kemi demonstruar angazhim serios në ngritje të transparencës dhe në diplomaci parlamentare. Viti që vjen na ofron mundësinë të punojmë për një shtet më të drejtë dhe më të zhvilluar, ku çdo kush jeton me dinjitet dhe prosperitet. Angazhimi i secilit është kyç për të arritur aspiratat tona të përbashkëta. Prandaj, përtej çdo dallimi, le të punojmë bashkë për ta bërë realitet këtë shtet ideal me vlerat tona të përbashkëta. Së fundi, më lejoni që në emrin tim personal, në emër të deputetëve dhe në emër të kuvendit, të ju uroj një vit të ri me shëndet, paqe dhe lumturi për ju dhe familjet tuaja. Përzemërsisht, gëzuar vitin e ri 2025.